Që, kopi, që ka i lipe? Po, faleminderit shumë. Për momentin e jesant ajo? Jo. A mundesh me që sto pemi mora parzit, mos vish këtu se edhe me që të shpi, merë pick-upin që, ani? Aj, vlat, kam edhe këshire, merë qëto, ka të kleshtë. Shumë venis. Merë dhe për vekti që, vlat, kam. Merë, nisë e ne pejme në të shka, që të shpia. Hajde, vlat, kam. Abe mos ani, hajde. Shumë faleminderit, a? Hajde, sa përse. Hajde, du. Ku jere bukurash? Që e beja ka dunë? Që e babi mi da do me vapru të shpia juve? Faleminderit shumë. S'ka përse, hajde, kalosh mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Valla, be jam lodhë sot. Si tjetë për hajtë, bollë është. Se kam jetë me nejtë me. Qëto si shvyrë. Një me mesë qëri, bëma dorë është ta proveve? Bëma se kërë blejta sot pa shazotin men që të metën. Po s'ka meti, kena hongër krejt, sa dhe që patë mësafer. Qyshve s'ka meti as një kokës, si ka shku në Malan? Jo, s'ka meti, kena hongër. Po është zotin. Po, të pëse... Unë e përdarë. Driton, çka të bo? Aha. A po vjen pim kafe? Po? Po pritëm se rrugës jam unë, po. Zvonona, pritëm. Hajde. O, driton! Hajde Enes. Shi, a jemi jetë? Shetësi, në arë se së qëva. Jo dhe mos... Qka i të bo? Shpikat jam? Mirë, bre. Nestres, bere. Apo një odhësht? Shio, bre. Mesh net? Po Falënderit. kalë. Qështu? Qka ka me punë? Po mirë të shku mirë. Të marrë, qështu, me gojle, me punë, me se. Qëta kem zgjellë? Edhe me pas gajlë, edhe me pas derë, do driton. Kresoria e ke zgjedh me ava. Jo, be jo e nes puna, me thonë drejtë, nuk po mblodhë, fakt. Nuk po mblodhë, po... Shka po më nërvazoj, do njerës. Këqyr njeri, me i bo mirë, me i ndimu. A sot e ke kuptu me driton, Po jo, be pëtar ke i nauti, ti këqyr me i ndimu, hake katë. Aj, kujta që jetë e ma shtrupti. Bashkë aty që... Që ti më... Apo? Driton, ku qka ishe kjo? Driton, më sabi dhe... Thash, ma letë bëj biznes me ata njerës që kam pun biznes se sa këta
që e ndihmoj pa kur fare interes. Ani, i kreso, mos i bjerë pishman. Ngomu, mos i bjerë pishman, se kanë me kuptu një të driton. Po, nga driton, të kumë thirë me një çfarë punë me vllane. Hajli kuft. E di se ti mirë është ma të punë, edhe besim kam të ti, që për me në pasët edhe di që në kom shkelje, më do të një tokë, në rrugë frekvente më konë, e bereqeqshme, edhe të kese vend valla pak. Po pse, do me qenë farë biznisi, ja. Ja, dërtë. Alhamdulillah, biznise, bolken. Po du me nresh një xhami, ma ka mësu Zoti, ma ka sjell, krejt trenët i këmbu. Shnetin e kina, po du me nresh një xhami, prej fillimin deri në kullëm, e mrena, me çka ka. Krejt po du me marrë për sipër. Nësë është kismet, inshallah, nuk më korrit Zoti dhe në fund. Hajde Gjemil. Ko është e kam jo, pesari, bashkë central, bashkë në rrugje. Posh Zoti. Ndodh kreq. Posh Zoti. Këso për mërë. A më ngo, sa e ka hakin, do me thonë. Pse më respekton pak si shok, po. Ama për që tërsen, sa e ka hakin, fol. Me njerë shke me shofin. Gjysën e qëmimit sa e ku marrë. O dreton, kërëve vla, ti miri të menu ama, nuk tash na me hi ortak aty. Une po du me blepi ty edhe po du vetë me evo, komplet. Mire nësa, gjenëzën të me fiton pak na i seva pa tjerë. O, të optimisti. Për kontra se. Nuk du ti dëmtohesh ti me njetin tem. Se nuk e di driton, unë jam të të pa mirë që do të të hecë puna, do të të hecë biznisi. Zotë të që. A më kupton? Jo, nuk të më të nënë. Po të thash nuk të harroj korë, ke dhe vepër, që me të vërtet thash u mërë si befas. Nuk i kësha pri. Për hajrë në koftë, Paq. me mërë Zotit, nesër herët drejten në të shkojnë edhe, maj si po ki qef, fillojmë. O krej kjo punë. Inshallah Zoti shpërblen, se kjo punë nuk është e vogël qete po. Amin. Allah në animot, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhruar, krijuesit të gjithësisë, furnizuesit, sunduesit të ditës së gjykimit. Paqja dhe bekimi i përhershëm qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe gjithë ummetin të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Besimi i mirëfillt në Allahun xhaleshanu është ai besim i cili është gdhendur në zemrën e besimtarit dhe të cilin besim e vërtetojnë veprat e tij. Çdo vepër të mirë të cilën e bëjmë, duhet ta bëjmë në bazë të asaj që na ka mësuar mësuesi njerëzisë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit të saj. Njeriu duhet ta di, në veçanti besimtari, se e ka për obligim të bëjë mirë gjatë gjithë jetës së tij. E kjo pastaj përkthehet në sevape dhe shpërblime
edhe në botën tjetër me lejen e Zotit të madhruar. Tregon Ebu Hurejra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, kur vdes njeriu ndërpritën të gjitha veprat e tij në përjashtim të 3 rasteve. Nëse prapa vetës ka lënë një sadaka e cila rrjedh, një dituri nga e cilat të tjerët përfitojnë prej saj dhe ka lënë fëmijë të edukuar të cilët lutën për të. Ka shumë njerëz që dëshirojnë të arrijnë njërin prej këtyre pikave që ka përmendur pejgamberi alayhis salam në hadith. Mirë po nuk është e pamundur që të arrijmë më shumë. Në bazë të episodit të mëhershëm të cilën e pam, njëra ndër mundësitë e arta është ndërtimi i xhamive. Ndërtimi i xhamive është vepër e cila ju takon besimtarve. Me ndërtimin e xhamive, besimtari duhet të jetë i bindur që po e kryen një vepër madhështore, sepse po ndërton në tokën e Zotit Gjeleshanuhu një shtëpi të Allahut. Mirë po, nuk do të fokusohemi vetëm se a mund të ndërtojmë një xhami të tërën komplet apo në mënyrë të vetme. Mjafton edhe pjesëmarrja në ndërtimin e xhamisë. Për shembull, themelimi i xhamisë, ndërtimi i saj, mirëmbajtja e saj, organizimi rreth ndërtimit të saj, e shumë mënyra tjera deri në detaje të vogla që të gjitha me lejen e Zotit Gjeleshanuhu pastaj shndrohen në shpërblime. Allahu i madhruar ka bërë të ditur në Kur'anin familjar duke thënë innema ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. E drejt e përkujdesjes për xhamit e Allahut është vetëm e atyre që kanë besuar Allahun dhe ditën e mbram. Kur besimtari e bën këtë vepër madhore, e bën me qëllim që të ofrohet tek Zoti Gjeleshanuhu, sepse në xhami madhrohet Allahu Gjeleshanuhu. Në xhami njeriu i lutet Allahut Gjeleshanuhu. Në xhami marrim edukatën e duhur, marrim moralin, pastaj këtë edukat e shpërndajmë, në xhami mësojmë edhe lutjet se si njeriu duhet të lutet në përgjithësi, por në veçanti në ato të cilët janë përmendur në hadithën e pejgamberit alayhis salam se sadaka është edhe nëse njeriu lën fëmijë të cilët luten për të. Ndërtimi i xhamisë është vepër e pejgamberve të Allahut Gjeleshanuhu. Ibrahimi alayhis salam së bashku me të birën e tij janë ata të cilët kanë vërë themelët e Qabës bekuar, të cilën e vizitojnë mira miliona besimtar, e kanë vizituar në të kaluarën, e vizitojnë edhe sot dhe do të vazhdojnë të vizitojnë atë shtëpi deri në ditën kur nuk do të ketë ditë tjetër me Allahu i madhruar. Sjell fjalët e tyre të cilët kur e kanë përfunduar këtë punë, ju kanë drejtuar Allahut duke thënë Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zoti ynë, pranoje prej nesh se më të vërtet ti je ai që dëgjon dhe di. Prandaj kjo vepër është vepër edhe personalisht e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili sapo janë vendosur muslimanët në Medine, ka marrë vetë personalisht pjesë fizikisht në ndërtimin e xhamisë në Medinën e ndritshme. Pastaj është vepër edhe e sahabëve. Kemi shembull Ebu Bekrin radiallahu anhu, i cili kishte ndërtuar një xhami në oborrin e tij. Tregon Aisha radiallahu anha se kur andej pari kalonin fëmijët dhe gratë e pabesimtarëve, ndaleshin dhe kënaqeshin me këndimin e Kur'anit familjar të cilët e ndëgjonin në të. Kjo vepër do të vazhdoj të jetë vepër e besimtarve edhe në kohët tona, edhe në të ardhmen me lejen e Zotit Gjeleshanuhu, sepse
Kështu na ka mësuar dhe na ka edukuar pejgamberi alayhis salam, i cili ka thënë në hadith, kush ndërton një xhami duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, Allahu do t'i ndërtoj atij një shtëpi në xhenet. Pastaj ka thënë në një version tjetër të hadithit, ai i cili ndërton një shtëpi te Allahut, qoftë edhe sa foleja e zogut në kuptimin figurativ, pra të vogël, Allahu i madhruar do t'i ndërtoj një shtëpi në xhenet. Për të arritur shpërblimin e dëshiruar, është më rëndësi që njeti të jetë i pastërt. Kemi shembull në kohët e hershme një mbret i cili kishte urdhëruar që të ndërtohej një xhami me urdhrin e tij nga mjetet e tij, në mënyrë që pasi të përfundoj xhamia të vendoset një pllakë në hyrjen e saj, e cila do të përmbajë emrin e tij si ndërtues i xhamisë. Kalon koha, ndërtohet xhamia dhe pasi kjo punë përfundon, mbreti sheh në ëndër se në pllakën e vendosur është emri i një gruaje tjetër dhe jo emri i tij. Të nesërmen angazhohet që të shkoj personalisht ta shikoj se a është i vendosur në atë vend emri i tij që e kishte ndërtuar xhamin. Mirë po, edhe në natën e dytë dhe të tretë, sheh të njëjtën ëndër se në pllakën e xhamisë është e vendosur një emër i një gruaje tjetër. Atëherë urdhëron punonjësit e tij që të gjendet emri i asaj gruaje dhe të sillet në praninë e mbretit në mënyrë që ta pyes çfarë kishte vepruar ajo. Kështu ndodh dhe kur e sjellin atë grua të moshuar, mbreti i drejtohet duke thënë, çfarë ke bër ti për xhamin? Ajo përgjigjet se është një grua e moshuar, e lodhur. Pastaj ka qenë urdhër i tij që askush të mos merr pjesë në ndërtimin e saj përveç se mbretit. Mbreti e këshillon që të mendohet mirë, sepse ishte i bindur që ajo ka bërë diçka për xhami. Kur e moshuara mendohet, atëherë i kujtohet se gjatë ndërtimit xhamisë kur punëtorët kanë punuar për ndërtimin e saj, ajo i ka ofruar ujë, një kafshë me të cilin e bartnin materialin për ndërtimin e xhamisë, e cila ishte e lodhur dhe e etur nga vapa dhe ajo ishte vepra të cilin e kishte punuar. Atëherë mbreti i tha se njeti yt, qëllimi yt ja ka të i kaluar qëllimit tim. Prandaj urdhëron njerëzit e tij që në pllak të vendoset emri i kësaj gruaje dhe të qëndroj i vendosur në hyrjen e xhamisë. E shihni se sevapi dhe mirësia, shpërblimi mund të arrihet edhe me diçka që ne mendojmë se është pak. Prandaj ne si këshill e këtij dersi të shkurtër ju sugjerojmë që të mos hezitoni të bëheni pjesë e kontributit për shtëpitë e Allahut xhaleshanuhu, sepse ky është investim i përjetshëm me lejen e Allahut të madhruar, shpërblimet do t'i marrim dhe do t'i korrim në botën tjetër. E lutim Allahun që të na bëj vepër mirë, të sinqertë dhe të na mundësoj që të bëhemi pjesë e kontributit për shtëpitë e tij.